Profeti alayhi salatu wassalam një ditë ngjitej në mimber. Mimberi I profetit alayhi salatu wassalam ka pas 3 shkallë. Në shkallën e parë ngjiti dhe tha amin. Shkallën e dytë ngjiti dhe tha amin. Shkallën e tretë ngjiti dhe tha amin. Derisa e pyetën shokët e tij më pas dhe I thanë: "O I dërguari I Allahut, të dëgjuam ty që po thoja amin, pra o Zot, ashtu qoftë dhe ashtu bëft, dhe o Zot plotsoje dhe pranoje." Për çfarë po e thoje, O I dërguari I Allahut? Tha profeti alayhi salatu wassalam: Gjibrili alayhi salam lutej, I sinqerti dhe besniku I shpalljes hyjnore I qiellit, dhe besniku I tokës thonte amin, pra me duan e besniku qiellit me Gjibrilin alayhi salam. Lutja e parë ishte: O Zot, ati që ja ke mundsuar t'i ketë prindit gjallë ose një prej tyre dhe nuk bëhet shkak kjo gjë që ta fitoj xhenetin ky njeri, ai është personi më I humbur dhe më I shkatruar. Dhe profeti alayhi salatu wassalam thoshte amin. Si me thonë, është njeriu më I falimentuar, sepse të kesh një nga prindit gjallë ose të dy prindit gjallë, aq të madhe e ke mundësinë që ta fitosh mirësinë e Allahut xhaleshanuhu, duke I trajtuar mirë prindin, duke u sjell mirë me prindin, duke respektuar prindin, saqë është çudi domethënë që ta kesh këtë mirësi dhe mos ta fitosh xhenetin.